Nëse rezerva federale prodhon para, kujt ja ka borx? Në vitin 2020, qeveria e Shteteve të Bashkuara krijoi mbi 6 trilion dollar. Nuk erdhi nga ari, nafta apo taksat, erdhi nga hiçi. Por çfarë do thot kjo në të vërtetë? Dhe ku shkuan të gjitha ato para? Kjo është historia se si lind paraja në botën moderne, një proces i mbuluar me kompleksitet, por që prek secilin prej nesh. Për dekada të tëra, e imagjinonim krijimin e paras si makina gjigante shtypi që prodhonin kartë moneda dollarshe të fresta. Ndërsa moneda fizike ende shtypet, shumica dërmuese e parave të reja sot nuk krijohen në një fabrik. Ato krijohen me një shtypje tastiere. Gjatë sfidave të papara ekonomike të viteve 2020 dhe 2021, triliona dollar u injektuan në sistem. Kjo nuk u arrit duke i vënë makinat e shtypit në punë me orar të zgjatur. Në vend të kësaj, Rezerva Federale, Banka Qendrore e Amerikës, e kreditoi në mënyrë digjitale llogarinë e thesarit me para që thjesht nuk ekzistonin një ditë më parë. Ky proces njihet si lehtësim sasior ose QE. Është një mjet i fuqishëm i projektuar për të stimuluar ekonominë gjatë një krize, ku Rezerva Federale blen obligacione qeveritare dhe asete të tjera, ajo rrit ofertën e paras, duke ulur normat e interesit dhe duke inkurajuar bankat t'i japin më shumë hua. Kjo, në teori, nxit investimet, punësimin dhe shpenzimet e konsumatorëve. Shkalla e këtij operacioni në vitet e fundit ka qenë marramendse, duke lënë në hije çdo gjë të parë më parë në historinë moderne. Por ky krijim digital ngre një pyetje themelore. Nëse këto para krijohen nga asgjëja, çfarë i vlerë? Hidhni një sy nga afër një kartë monedhe dollari amerikan. Në krye shkruan kartë monedhë e Rezervës Federale. Nuk është një certifikat për ar ose argjend, jo më. Është një kartë monedhë, një formë e IOUs. Ajo përfaqëson një detyrim të Rezervës Federale. Në thelb, çdo dollar në xhepin tuaj ose në llogarinë tuaj bankare është një pjesë e borxhit. I gjithë sistemi është ndërtuar mbi një themel krediti dhe, më e rëndësishmja, besimi. Vlera e atij dollari varet tërësisht nga besimi ynë kolektiv, se do të pranohet nga të tjerët në këmbim të mallrave dhe shërbimeve. Është një premtim, një kontratë shoqërore. Pra, si realizohet ky premtim? Kur qeveria duhet të shpenzojë më shumë se sa mbledh në taksa për të financuar infrastrukturën, programet sociale ose çekët stimulues, ajo lëshon borxh në formën e obligacioneve të thesarit. Tradicionalisht, këto obligacione u shiten investitorëve si individ, korporata ose qeveri të huaja, por kur Rezerva Federale ndrym për të blerë këto obligacione, ajo nuk përdor para ekzistuese. Ajo krijon dollar digital të rinj për të bërë blerjen, ajo thjesht shënon bilancin në llogarinë e qeverisë. Në atë moment, para të reja hyn në sistemin financiar. Është një akt i menjëhershëm, pothuajse magjik i alkimisë financiare, që ndodh në eshtje brenda regjistrave digital të Bankës Qendrore. Kjo fuqi e jashtëzakonshme, aftësia për të krijuar para pas një kufi fizik, ka riformuar thellësisht ekonominë tonë dhe peizazhin financiar global. I lejoi qeverisë të financojë programe masive ndihme, duke parandaluar një kolaps më të thellë ekonomik gjatë pandemisë, mbështeti tregjet financiare dhe mbajti rrjedhën e kreditit, kur bota dukej se po ndalej. Por kjo fuqi vjen gjithashtu me rreziqe të mëdha dhe ngre pyetje shqetësuese. Nëse Rezerva Federale mund të krijojë para të pafundme, kujt ja ka borxh saktësisht këto para? Përgjigjja teknike është se është një mekanizëm i brendshëm kontabiliteti. Detyrimet e Rezervës Federale janë një aset në një pjesë tjetër të regjistrit të qeverisë. Por në një kuptim më të gjerë, borxhi detyrohet vetë sistemit dhe në fund të fundit publikut. Kostoja e këtij krijimi parash nuk paguhet në kuptimin tradicional, ajo paguhet nëpërmjet pasojave të mundshme. Një nga pasojat më të rëndësishme është inflacioni. Kur furnizimi me para rritet më shpejt se furnizimi me mallra dhe shërbime, vlera e çdo dollari mund të ulet. Parat tuaja blejnë më pak se më parë. E pam këtë të shpalosej ndërsa ekonomit u japën. Një rritje parave të sapo krijuara u përball me ndërprerje të zinxhirit furnizimit, duke çuar në normat më të larta të inflacionit në dekada. Çmimet e ushqimeve, gazit dhe banesave u rritën, duke goditur më rënd familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme.
vetë mjeti i përdorur për të shpëtuar ekonominë krijoi vështirësi të reja për miliona. Borxhi paguhet nëpërmjet një takse delikate mbi kursimet dhe fuqinë blerëse të gjithëve. Për më tepër, ky proces ka një ndikim të thellë në pabarazinë e pasurisë. Përmbytja fillestare e parave të reja nuk shkon direkt tek publiku, ato derdhen në sistemin financiar, duke rritur çmimet e aseteve si aksionet dhe pasuritë e paluajtshme. Ata që zotërojnë këto asete, zakonisht pjesa më e pasur e popullsisë, shohin pasurinë e tyre neto të rritet ndjeshëm. Ndërkohë, ata që mbështeten te pagat dhe kursimet, shohin pasurinë e tyre të gëryet nga inflacioni. Që mund të zgjerojë padashje ndekun midis të pasurve dhe të varfërve, duke krijuar një rrëmkëmbje me dy nivele, ku Wall Street lulëzon ndërsa Main Street përpiqet të mbajë ritmin. Përgjigjja e pyetjes, kujt i detyrohen parat, është pra komplekse. I detyrohet stabilitetit të monedës sonë, i detyrohet brezave të ardhshëm që do të trashëgojnë pasojat e politikës monetare të sotme, dhe detyrohet çdo personi të vetëm që mbështetet tek dollari për të ruajtur pasurinë e tij dhe për të jetuar jetën e tij. Kosto e vërtetë është një erozion i mundshëm i besimit në vetë monedën. Nga sallat prej mermerit të rezervës federale deri te radhët në ark në supermarketin tuaj lokal, efektet e valëzuara të krijimit të paras digjitale janë kudo. Ato janë në çmimin e kafes suaj, vlerën e llogarisë suaj të pensionit dhe mundësitë në dispozicion për ju dhe familjen tuaj. Është një arkitekturë e fshehur që mbështet botën tonë moderne. Të kuptuarit e këtij procesi nuk është më një ushtrim akademik, është thelbësor për çdo që dëshiron të lundrojë në realitetet ekonomike të shekullit të 21. A keni menduar ndonjëherë se si fitohen parat në të vërtetë? Është një histori që shkon shumë përtej makinave të shtypit. Në zemër të gjithave është Rezerva Federale, një institucion unik që vepron jashtë kufive të zakonshëm. Nuk është në pronësitë e qeverisë, por mban fuqinë për të kontrolluar furnizimin me parat qeverisë. Ky rregullim është çelësi për të kuptuar të gjithë sistemin ton financiar. Pra, kur qeveria ka nevojë për më shumë para se sa merr nga taksat, ajo nuk i shtyp ato thjesht. Në vend të kësaj, thesari lëshon obligacione, në thelb IOU. Rezerva Federale mund t'i blejë këto obligacione në tregun e hapur, por kur i merr Fed parat për t'i bler ato, ajo i krijon ato në mënyrë digjitale, me disa shtypje tasti. Këto parat sapo krijuara më pas kreditohen në llogarinë e qeverisë, dhe kështu ka më shumë dollar në botë. Pra, nëse Fed krijon para nga hiçi për të bler borxhin qeveritar, kujt ia detyrohet qeveria këto para? Fillimisht ia detyrohet Rezervës Federale. Por Fed nuk është një kreditor tipik, është një entitet kuazi qeveritar që i kthen shumicën e fitimeve të saj thesarit. Borxhi vërtet është ajo që ky proces lëshon në ekonominë e gjerë. Ky sistem i krijimit të parave përmes borxhit quhet bankë me rezervë fraksionale. Kur Rezerva Federale injekton para të reja, ato shkojnë në bankat komerciale. Këto banka janë detyruara të mbajnë vetëm një pjesë të këtyre parave në rezervë dhe mund t'i japin në hua pjesën tjetër. Kur merrni kredi, banka nuk ju jep para nga kasaforta e saj. Ajo krijon një depozit të re në llogarinë tuaj. Kjo depozit është para e re, e krijuar si një borxh që ja detyroheni bankës. Ky cikël përsëritet, duke shumëzuar shumën fillestare të parave që krijoi Rezerva Federale. Çdo kredi, çdo hipotekë, çdo rrëshqitje e kartës së kreditit zgjeron furnizimin me para, me çdo dollar të ri që lind si borxh. Kur Rezerva Federale krijon para, ato hyn në ekonomi si borxh që i detyrohet ose mbajtësve të obligacioneve, bankave ose vetë Rezervës Federale. Kjo mund të duket si një mënyrë e zgjuar për të financuar shpenzimet qeveritare dhe për të stimuluar ekonominë, por ka një kosto të fshehur. Kjo është arsyeja pse shtypja e parave nuk është falas. Sa më shumë dollar të krijohen, aq më pak vlen secili prej tyre. Mendojeni kështu. Nëse dyfishoni numrin e dollarëve në qarkullim brenda natës, por sasia e mallrave dhe shërbimeve mbetet e njëjtë, çmimet natyrshëm do të dyfishohen për t'u përputhur. Ky erozion gradual i fuqisë blerëse është ajo që ne e quajmë inflacion. Inflacioni është shlyerja e qetë e një borxhi të padukshëm. Është një taksë delikate që nuk ka nevojë të miratohet me ligj. Ndërsa parat tuaja blejnë më pak, vlera reale e borxhit masiv të qeverisë gjithashtu zvogëlohet, duke bërë më të lehtë shlyerjen në të ardhmen me dollar më të lirë. Në fund të fundit, kostoja e këtij sistemi nuk bie mbi qeverit apo bankat qendrore.
bien mbi njerëzit që përdorin parat. Janë kursimtarët ata që shohin vezët e folesë së tyre të tkure në vlerë. Janë punëtorët, pagat e të cilëve nuk përballojnë në koston në rritje të jetesës. Janë familje dhe bizneset e vogla që përballen me çmime të larta për ushqimet, benzinën dhe furnizimet. Ndërsa titullt kryesor përqendrohen te norma e interesit dhe rendimentet e obligacioneve. Pasoja në botën reale është një transferim i eshtur i pasurisë nga xhepi juaj për të mbuluar borxhet e krijuara në krye. Kjo nuk është vetëm një teori ekonomike, është realiteti i jetuar për miliona njerëz që ndjejnë se po punojnë më shumë vetëm për të qëndruar në të njëjtin vend. Ky sistem nuk është një konspiracion, është një dizajn, një që shkëmben besimin për borxhin dhe borxhin për kontrollin. E gjithë ekonomia jonë moderne është ndërtuar mbi besimin se dollari do të mbajë vlerën e tij, një besim i menaxhuar nga Rezerva Federale. Duke kontrolluar krijimin e paras, Rezerva Federale ndikon në normat e interesit, punësimin dhe rritjen ekonomike. Është një fuqi e jashtëzakonshme e përqendruar në një ekuilibër delikat. Rezerva Federale nuk i detyrohet para asnjë entiteti të vetëm, ja detyrohet të gjithëve, sepse në fund të fundit çdo dollar është një premtim sipas të cilit jetojmë të gjithë, një premtim se do të pranohet, se do të mbajë vlerën e tij dhe se sistemi do të mbetet i qëndrueshëm. Pyetja nuk është vetëm se kujt i detyrohet para Rezerva Federale, por edhe për sa kohë mund t'i përballojmë të gjitha kushtet e atij premtimi. Faleminderit që na u bashkuat në këtë zhytje të thellë. Nëse e gjetë të dobishme këtë shpjegim, ju lutem shtypni butonin pëlqej. Abononi në kanal dhe bjerni ziles në mënyrë që të mos e humbisni videon ton të radhës. Do të na pëlqente të dëgjoni mendimet tuaja në komentet më poshtë. Shihemi herën tjetër.